Ai është një nga emrat më të njohur në politikën shqiptare, po flasim për liderin demokrat Sali Berisha. Jeta e tij ka patur uljet dhe ngritjet njëkohësisht edhe disfatat. Por nëse ka një arsye që ai nuk është dorëzuar asnjëherë në jetë, kjo ka qenë për shkak të bashkëshortes së tij, Liri Berisha, e cila i ka qëndruar gjithmonë në krah. Interesi për familjen Berisha është i lartë kur bëhet fjalë për aspektet e jetës së tyre private që nuk bëhen publike në media. Një detaj mjaft interesant është zbuluar se çfarë ka ndodhur në një pritje të familjes Berisha, kur e ftuara, një nga shqiptarët më me emër në botë ka refuzuar të konsumojë drekën në familjen e ish-kryeministrit. Detajet nga ai moment i ka treguar vetë Liri Berisha. Ajo tha: "Kur erdhi Nën Tereza në Shqipëri, unë e ftova për drekë tek shtëpia ime. Nën Tereza u ul dhe unë fillova të shtroj tavolinën. Ajo më tha boll, por unë nuk e dëgjova dhe po vazhdoja të nxjerrja ushqime të tjera. Nën Tereza më tha: eja dhe ulu këtu. U ula dhe ajo më tha: nuk do të ha drek. Unë u mërzita dhe u ndjeva në siklet sigurisht dhe mendova: pse nuk do që të haj drekën? Saliu e kapi menjëherë situatën dhe më thot: mblidh çdo gjë që ke gatuar, futi në një qese dhe zbriti te makina poshtë. Aty u kujtova që kisha të bëja me një grua që nuk hante kurrë para pjatën e gjellës, pa ngrënë përpara njerëzit në nevojë. Nën Tereza kishte një filozofi të vetën që hante në një pjatë alumini. Ajo hante gjithmonë e fundit. Fillimisht ajo duhet të kishte ushqyer njerëzit në nevojë.